Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. E sot do të flasim për muzikën dhe dedikimin. Pra, kemi këngëtaren tonë më të re, Kaltrina Leskovci, e cila ka kënduar këngën Malli për nënën dhe kam kënaqësinë ta kem sot në studio. Përshëndetje Kaltrina. Përshëndetje Adeja, faleminderit shumë për ftesën. Si po ndihesh sot? Shumë mirë. Flasim pak për këngën, nga ideja, si ka qenë kësaj procese. Ideja e kom pas ka herë dëshirë me i dediku nanës këngë. Po, kur nuk e kom gjetë ato që a kom deshtën. Edhe kur e kom dëgju këngën e Shqiprim Latifit, Malli për nanën, më ka pëlqy shumë normal që ka pas edhe emocionet ndryshme, edhe s'kom hezitu heq. I kom shkrujt me një herë, kom pyet që a bën me këndu këngën. Asaj nuk ka hezitu heq, me një herë më ka thonë po, më ka ftu në studion e vetë, kemi provu me këndu, e kem po që ka dalë shumë mirë, edhe kemi vazhdu me ngjëzimin. Çfarë ndjenjet ka lind kjo këngë? Shumë ndjenjat për ndryshme, të përshkrueshme, s'po di. A është kështu përmes kjo pjesa e dedikimit edhe sidomos çdo artist e konvrejt është diçka për shembull me bu për prindrit, ndoshta kemi si një ndjenjë borxhi, pra një këngë, ndoshta një shkrim, shkrimtarët e kanë ndonjë poezi për të, edhe ju në këtë rast këngën për nënën. Unë e kam bu dedikimin për nanën, për mamin. Nana është person shumë i shtrejt, edhe kur nuk mundesh mja këthi hakun që e ka bu për ty edhe ka sakrifiku për ty. E une e kom pas fatin që 16 vite tjetës me pas pranë, edhe pse Zoti ka pas tjetër gjithçka tjetër, ka mendu ma mirë për to. Edhe unë kom e vazhdu që të njëtë me dediku për mamin, edhe pse nuk është mesin tonë, kom e vazhdu me bu krenare dhe mi ndjek ëndrat që edhe mami ka pas qef për neve. Çka mendon që nëna jote do të thonte pasi kishte lexuar dhe kishte dëgjuar këtë këngë? Besoj që më kishte thonë bravo, qika jam e më e mira, vazhdo kështu, jem krenare me ty. Unë e kam edhe një sen pak më ndryshe, që e kam e trashëgimizonin prej mamit, edhe mami ka kënu shumë bukur, edhe besoj që ajo është nashta një pikujtime më të mira që e kam prej mamit. Cili është i kujtimi ndoshta që mundesh me veçu? Momenti kur jam regjistru në shkollën e muzikës, edhe më ka thonë, kjo është një prej sukseseve tua dhe vazhdo kështu, kam qef me të po nalt e ma nalt. Ka qenë mbështetja jote kryesore atë? Po. A mundesh me na kujtu ndoshta ndonjë moment prej fëmijërisë që ka qenë kështu si moment i vajzës dhe i nonës, kështu që e keni pas ndoshta si rutinë? Na familjarisht jemi pak familje hareshme, edhe gjithherë në mbrëmje kështë jemi ullë me mamin, kemi këndu bashkë. Diqysh, ajo ka qenë forcë për neve, edhe na ka jep motiv me vazhdu për para. Me një fjallë ka qenë motivuese shumë për neve, që s'na kalon kur. Që ato ëndra që kemi pas, kur nuk na kalon që me thonë, ti nuk mënesh me bu, po gjithë ka thonë, ti mënesh me bu, ti je fort. A mendon që kënga ka portretizu mallin e vërtet që e kite për nonën tonë? Besoj që po shumë. Është ndjenjë tjetër, është emocion i përshkrueshëm, është emocion i përzim që nuk di as me shprej me fjalë mallin për nonën. Tash nuk po të pyesa ke pas vështirë, sepse besoj që edhe ke qenë tepër e lidhur me nonën tonë. Kom qenë, unë si fëmija ma i vogël në familje, kom qenë ekstrem shumë me lidh me mamin. Edhe kur jam shku me këndu në studio, ka qenë që nashta mi shumë herë, kom dalë jashtë, disa kom marrë vetën, se kanë qenë shumë emocione që s'kom ditë me një fjallë, s'kom ditë as me anisë me gnu këngën, me këtë tekst e krejt. Pra i ke përjetu të tekstin gjithën kështu, teksa ke këndu? Po, edhe me një fjallë, kur jam shku, çdo herë që jam nisë me shku në studio çdo ditë, e kom ditë që e kam ofër edhe është të më shtyjë edhe si më konë gjallë, si më konë fizikisht me mu. Por a ke një prezencë në mbështetjen edhe tash? Po, çdo ditë që jam shku në studio, kom di aftërsinë e saj, ofër meje, edhe gjithë sanë që, edhe çdo fjallë që ajo më ka thonë, më ka si non-stop në vesh, në mendje. Pra dhe fjallët e këshillat e saj, kujtohen hala dhe besoj që gjithmonë kemi pas në mendje. Të njëjtën, çdo sanë që kom e vazhdu në non-stop kanë fjallët e saj kom e pas ofër. Cili është një varg ndoshta në këngë që ty ke ndi ndoshta veten më të afërt?
është pjesa e fundit e këngës po dhe refreni, cili më ka lidhë ma shumë. Edhe që atë e kom di ma shumë me këndu këngën që për me përshkruat malli për nonën që nashta gjithdo kësh e kish këndu me shumë qef, me shumë emocione. Ndoshta dhe ju që e keni pra kitë plagë kështu të hapur edhe kitë mallë, pikërisht për nonën e juve është ajo që me të vërtet ju e keni lidhë dhe është përshtat kënga totalisht të kjo. Po, pjesa me nonën është lidhë krejt totalisht me këngën. Edhe shpresoj që s'ko mu nalë kur ko me vazhdu me bo dedikime për nonën. Kështu. A donë me shkru ndoshta ndonjë këngë origjinale për nonën, ndoshta me një kujtim në fokus? Jemi në punimet një këngës të re që tash shpresojmë që këtë vit do të realizohet së shpejti. Do më thonë kënga jam e parë që ka me konë dedikim. Pikërisht edhe kjo dedikim? Për nonën, po. A kërkon kjo me të vërtet guxim shumë? Shumë kërkon, do të me pas mos fare vetë besim vetën, po që kjo kënë janë api arsyeve që më ka shty, edhe më ka bo ma të fortë që me vazhdu, edhe mos më ndalë kur. Nuk besoj që ju do të ndalën një kur, edhe sidomos edhe aftësia për me këndu. Këto e kërkon edhe atë pjesën mentale, pra forcën. Ku e ke gjetë forcën ti për me këndu këngë? Forcën më të madhe e kom gjetë e familja, të motrat edhe të vllazërit e me. Më kam përkra shumë, më kanë jep dashni. Kur të kam dashni edhe përkraje, më duket që i kam krejt. Pra edhe familja ka qenë pjesë kështu. Familja ka qenë pjesa kryesore e rrugtimit që e kom realizu këtë cover, edhe i falenderoj shumë edhe i du shumë. Na e kemi edhe një surprizë nga regjia, cilën po besoj do ta dëgjojmë tani. E dashura jon Kaltrina, sonte je këtu për me këndu një këngë që nuk vjen veç nga zëri yt, por nga një trashëgimi e shenjtë. Kjo këngë u publikua në ditëlindjen e mamit dhe kjo këngë është dhurata më e bukur që mund t'i bëj një dhuratë që shkon drejt në qiell. Kaltrin, ti je fëmia i vetëm që e ke gëzu bekimin me e trashëgu zërin e bukur të mamit. Çdo herë që këndon, duket sikur ajo po flet përmes teje. Zëri yt është kujtimi më i gjallë i saj, është prania e saj mes nesh. Ne e dim sa dhimbje e mall ke mbajt në ishte, e sa forcë ke pas për me kthy në këngë. Kjo këngë nuk është veç dedikim, është përqafim, lutje, është dua, që nuk u tha kur mjaft. Jemi pa fund krenar për ty, për shpirtin tënd të butë e zemrën e fortë. Këndo lirë shumë motra jonë, sepse nana po të dëgjon. Po buzëqesh e po feston me ne. Motrat dhe vëllezrit e tu, jemi gjithmonë me ty, me dashni të pafund. Krenare për arritjet e tua, ne këtu e mami në parajs. Qëllimi i kësaj është me t'jap forcë ty. Me vazhdu, mos më ndalë kur për këtij rrugtimi që ke fillu kaq mirë, edhe me vërtet me një domethënie që e kalon një shenjë të mirë në jetën tonë. Nashta njëna për arsyeve është kjo që më ka bu që mos më nalë kur. Edhe besoj që çdo arritje dhe çdo sen që ku me bu dedikim për mamën, çdo sen ka mu dediku për to. Jo me fat që e kom pas një nënë të mrekullueshme, një gru shumë të fortë, e cila ka sakrifiku shumë, ka punu, që neve mos me na mungu kur gjo. Edhe nashta kjo është mbështetja më e madhe që më shtyn për me arrit çdo sen e me bu çdo sen për to. Se ne kemi edhe këtë pjesën që ndoshta njerëzit më të dashur dhe njerëzit më të mirë largohen nga jeta, na duket edhe pak mënyra një diçka që nuk është ferë për me ndodhë. Për këtë pjesë nuk di asë ka me thonë e dyshysh.
nuk më nash as me pranu. Unë zakonisht, kur t'jam shpejt ndjej mungesën e momit shumë, se kur t'jam jashtë, gjithë mendoj që është dikon larg, edhe veç e di që mendoj që një ditë kam u kthy. Po është një mungesë shumë e madhe, sidomos humbja prindit. Përmendë që kur je jashtë, ndoshta edhe të largohet pak mendja, kështu. Mendon që ki është dikon. Gjithë mendoj që është dikon shumë larg, edhe mendoj që një ditë kam u kthy, edhe kena me vazhdu që aty ku e kena lënë. Po në momentin kur jam shpejt, gjithçka ndron, domethënë ndron atmosfera, ndron gjithçka. Cili ka i vargu që ndoshta ty t'japë më shumë të forcë, edhe që të preku më shumë të. Pjesa e fundit kur tha që më shumë krenare me ty, edhe vazhdo kështu kaltrina jonë. Ajo me të vërtet do të kishte qenë shumë krenare me ty edhe gjithmonë ka qenë, edhe ajo është arsyeja pse jo jeni si familje, ka që fëmijë sukses shumë të edukum, ka që të mirë. Besoj shumë se ajo ka qenë forca jonë që na jena sot ku jena. Jemi fëmijë të shkollum, jemi të suksesshëm, edhe normal që pinjekëm ëndrat tona për me bua ato krenare që ajo ka dashur që na me pas sot. Edhe shpresoj që atje në qiell është shumë krenare me neve dhe të kesh. Cila është një këshill që ende e ki ndoshta në mend që të kujtohet, pra her pas here diçka që të ka thonë kështu konstant. Puna shumë, mëso shumë që me arrit ti ato që ka dënë, edhe mos u nal kur, pa më parasysh sfidave. Ndoshta sot kemi ra, po nesër kemi mund të prapë edhe një herë më e fortë se dje. Pra ajo ka tregu me të vërtet realitetin e jetës, sepse kemi edhe një realitet të hidhur pikërisht këtë rast, sepse me të vërtet ndoshta ajo letër duhet lexoj ose të shkruaj nga ajo dhe ta shpreh, por planet tjera e shumë pra, edhe është diçka që me të vërtet duhet është vështirë me pranu. Shumë është vështirë me pranu humbjen e prindit. Po dikush që nuk e ka përjetuar nuk mundet me ndjej ndoshta atë mënyrën se si është. E vërtet është kjo, se pa e provu vetë, pa e ndje vetë se që ndjeheshte, kërkosh nuk mund me di se që jeti shpirtërisht, ose që ndjeheshte emocionalisht. Po gjithëherë veç t'u lut për ta që nashta botën tjetër kena mu taku, edhe kena me jetu nashta një jetë më të mirë se këto që kemi jetu këtu. Ajo me të vërtet është me juve çdo herë dhe gjejmë kështu ngushëllim prej këtyre fjalëve dhe prej mbështetjes të familjes, sidomos se përmendet edhe rëndësinë e motrave dhe vëllezërve. Po, fatkeqësisht unë kam edhe një vëlla jashtë. Ai nashta s'ka qenë fizikisht këtu me mua, po dashnia dhe fjalët e tij s'më kanë mungu kurrë. Po ashtu edhe Karabi që është binaku jem, më kanë nejtë ofër gjithë, po dhe motrat që vazhdimisht më përkrohin, çdo sen që e marr unë me bu, gjithëherë i kam përkroje, pa marr parasysh çka unë po du me bu. Cili do të ishte një mesazh që e kishe dhënë ti familjes tonë? Faleminderit shumë që ju kam, jem shumë krenare për juve edhe ju du shumë. Se nuk po di, s'ka fjalë me përshkruaj që e kam dashnin për ta. A do të vojmë ndoshta edhe ndonjë dedikim për mbështetjen e tyre? Me shumë zemër, kam e bo shumë projekte të reja, e njëna për tyre që nashta kam e konë dedikim për ta, mi falenderu shumë për mbështetjen që mu ma japin gjithë të rrugtimit tam. Po besoj që ky rrugtim ka më zgjat shumë, edhe kemi pas gjithmonë mbështetjen e tyre dhe kam qenë afër teje në shumë faza të jetës, sepse ti je e 18 vjeçe. Pra jetën e ke përpara, ke shumë hapa për të kaluar, pra edhe me të vërtet do t'i falenderoja edhe unë këtu nga studioja gjithë familjen tonë që e kanë bërë të mundur edhe shkrimin e letrës, edhe rrugtimin tonë që kanë me suportu gjithmonë. Unë e di që kanë më përkro gjithë, edhe rrugtimi jam s'ka më ndoj këtu, po ku me vazhdu, ku më mirë halodhë ma shumë, me prusa ma shumë projekte të reja.
Edhe pse unë e kom pas veç një studim 3 vjeçor në shkollën e mesme. Krejt ma bëjnë këtë vit që kemi vazhdu edhe fakultetin muzikë. Po në gjithë të thëmë që jo, se unë i kam 2 bota ndryshme. Njënë kam edhe sportin edhe muzikën, se unë jam edhe vetë sportiste, kam qenë gati 7 vite lojtare futbollit në klubin e Dykurrikut, tani jam lefere e futbollit. Edhe mendoj që nashta të dyja të bëni miks i bukur, me vazhdu me fakultetin e edukimit sportiv. Ti e kje edhe pra, e përmendëm shkollën e mesme, e ke marrë edhe po ashtu edhe dashurin për muzikën, e ki zonën, edhe pa tjetër që s'ke mundal të kjo aspekt, por edhe ndoshta përgatitja profesionale na e fush tjetër, sepse mundemi me qenë që thanshëm, përmendëm sportin. Që është pjesa preferume, kështu ndoshta si ka fillu ajo pjesë? Pjesa me për futbolin ka fillu që është në moshën 12 vjeçare. Jem konë të nejtë shpe dhe veç që kom pa. Në atë ku mami s'kesh ka qef heq me lujtë me futbol, se dhe ki e vajzë, se kur krejt nona qiptare që shkanë. Edhe motra jam e madhja, më vete që tha një me për ki qef me lujtë ashtë po, edhe më ka marrë, më ka që më ka registru, më ka bo pjesë të ekipit, aty në ekipin kom për 5 vite me radhë. Edhe një vjetë kom pauzu, edhe e pash që për një mes për mëj pasportin. Më ka mungu shumë. Edhe thash pse jo, thash një në nënë muzikën, një në nënë futbolin edhe, të dyja të më bojnë bashkë, është një mix shumë i bukur. Edhe thash pse jo mos me fillu fakultetin e edukimit sportiv. Muzikën më me fillu edhe pa fakultet. Po. Se kam pas bazën themelore e kam pas, studimin 3 vjeçar, ajo më ka ndihmu shumë. Çka dallon realisht studimi i muzikës, pra përmend shkollën e mesme të muzikës me ndoshta këngën, me dikë që don me kënu një këngë pa ndoshta ndonjë bazë të tillë. Po shkolla e muzikës më ndihmon shumë. Ti mëson baza, teknikat, rëndësinë se çu do të mund këndu një këngë, notat, melodinë, kur ke me hin çat ritëm, çat takt. Pra ato të ndihmojnë ndoshta që mundet me pas ndonjë gabim, për shembull gjatë këngës nëse vetëm e këndon kështu. Ajo të ndihmon shumë, se ai që e ka profesion muzikën edhe ka kry vetë, e dën shumë mirë se çysh shkon ajo punë. Kur do me këndu një muzikë, kur të është melodia e këngës, vetë vesh jo të dën që qëta është kime hi, qëta është e ki kohën, në qitë notë kime knu, tani qëto kime knu shumë ma poshtë. Pra e jep një siguri në këngë që me dalë mirë ajo. Po, sigurisht që po. Të fokusohemi edhe pak nga sporti. A mendon që kërkon shumë përgatitje fakulteti edukimit sportiv, sepse e kemi ndoshta një bindje që mundet me qenë një fakultet i lehtë, po edhe unë kur kam dëgju për shembull raste të ndryshme, persona që me të vërtetë kanë studiu, kemi ndoshta edhe lënë tjera anatominë, krejt këto është goxha kështu një fakultet që duhet me studiu edhe me studiu mirë, pra më fokusu tërësisht. Asnjë shkollë nuk është e lehtë, asnjë fakultet nuk është e lehtë, po edhe pjesa e sportit normal që është pak e vështirë, se lyp punë, lyp përgatitje, lyp fokusim maksimal që më koni fokusum bashkë qatë pjesën, nëse do më arrit, nëse nuk do në është ketë tjetër çka. Pse pikërisht të zgjodhe futbollin? Po si e vogël kom lyt shumë, e kom ndesh topin shumë, edhe e kom gjetë vetën gjatë. Sepse zakonisht e kemi këtë e përmend edhe nuna juve të ka thonë që pse për vajza futboll, kështu. Me të kallëzu drejten, kur jam regjistruar me hiç ka pas shef. Dhe ma bëj këtë e qik, nuk bën, po kur e ka po, mbasanej, kur e ka po që për një me për më pëlqen mu shumë, edhe kam pas shumë marritje, që kemi pas loja shumë të fitume bashkë si ekip, që aty e ka po dhe më ka bo bravo, mustonal, edhe veç vazhdo për para. Cili ka që ndoshta ndonjë moment gjatë asaj periudhës kur ke luajt futboll që mundesh me veçu për neve? Momenti ka qenë loja e fundit për mu, si 17 vjeçare që kom luajt, se në futboll shkojnë me grup mosha, shkojnë me vjetë caktume. Edhe ka qenë loja e fundit që kemi luajt në play-off, edhe aty jemi shpoll 9 kampionet e Kosovës. Bashkë në seke, pa i ka qenë momenti ma i mirë, pa harrushëm.
pikërisht edhe këto, ndoshta ajo vetëm pjesëmarrja kanë hartojnë pjesëmarrja ka rëndësi e kështu, por kur edhe fiton diçka, atëherë Është shumë më është edhe më ndryshe. mirë, edhe më ndryshe. Është moment që nuk harrohet kur, ka me gjithmonë histori. Po me të vërtetë si 17 vjeçare se kemi shumë persona që ndoshta nuk merren me këto aktivitete dhe munden me harru se këto aktivitete edhe sportive edhe kështu edhe fizikisht bujnë mundi ma mirë edhe me ta lësh të gjitha. Po me një fjalë, tash në qëtë kuqin ato jetuna, sportin e bën gjithkush. Unë për vete pas sport nuk isha mujtë me nej, se kur të mësohesh, edhe truni funksionon ndryshe. Unë për vete nervozën që kom pasë ose mërzin ose diqka, e kom moni top, kom lujt, dhe sa e kom po vetën që qëtash jam gati për me bu diqka tjetër. A të ka ndihmu kjo? Shumë më ka ndihmu. Edhe në stërvitje kur kam shku, në stërvitje kemi pas të herë njoftë edhe me nëzësprit që më bora më shku. Po sepse kur kemi edhe një mërzit tillë dhe me të vërtetë është edhe ajo ndjenja e nervozës ndoshta që mundet mu formu. Edhe aktiviteti fizik, kjo është një sikur me lënë emocionin jashtë, pra mos mi grumbullu emocionet mrena. Aktiviteti fizik të ndihmon shumë. Edhe në emocione, edhe në çdo send që ti e bën. Unë për vete që ato e kom zgjedhë vetën. Normal e kom gjetë edhe në muzikë, po edhe në futboll. Të dyja, të cila për shembull ashtu se jam kon me lut futboll, nesër jam kon muzikë. Çështo. Çfarë të pëlqen ndoshta ndonjë aktivitet tjetër? Përveç këtyre dyave. Aktivitet tjetër, ndoshta vrapimi, atletika, Po. më pëlqen shumë. A mendon që do mu fokusu edhe nga atletika? Po besoj që kur të filloj fakultet, besoj që ndoshta kam më tërheq edhe më shumë se tash. Çka dallon atletika prej futbollit nga ana jote? Atletika për futbollit nuk është që ka shumë dallim, por në atletik ki vrapim. E ki për shembull me metër caktuar, e futbollin e ki edhe stërvitje, po e ki edhe Futbolli është më shumë edhe strategji dhe e kërkon kështu disa hapa më po, tej. lyp taktika më të ndryshme, është strategji shumë më e ndryshme se çdo sport tjetër. Kjo pjesa e strategjive, më duket se edhe juve jo e intrigon pak, a? Po, shumë. Unë për vete, kur t'hi në loj, unë tash edhe që referoj, zakonisht ka njerë habit në hutona krejt, edhe hi në loj shumë. Ka njerë më hidhet më hi në vetë me hi me luj, që të tërheq shumë. Po, e kemi edhe këtë pjesën emocionale që ndoshta edhe kur e shohim në lojtë futbollit, njemi, sidomos kur kemi ndoshta një ekip që e preferojmë edhe kështu i vokalizojmë ato mendimet tona. Kjo shumë është e vërtetë, sidomos shpejt kur të kona loj, si për shembull Kosova ose në ekip i preferuar i unë. Jo masin tipi që shkoj una për televizorit edhe. Po. Nëse nuk e bën ai gozë, diçka çuna për ta as më një herë. Po pikërisht, edhe kjo me të vërtetë neve na çet si njerëz. Edhe na bën mos më mbyll rana, definitivisht na bën njerëz më të socializuar, sidomos këtë pjesë edhe sporti, edhe e përmendëm pjesën e strategjive, pra me gjithë kolegët tonë, me gjithë lojtarët, pra është ajo që duhet me pas punë në ekip, edhe puna në ekip është ajo më e rëndësishme, as mendoni ju? Po normal, se nëse s'ki punë me ekip ose s'ki bashkëpunim, atë nuk mundesh me bëu kur gjë. Po na kena pas një të mirë që jemi kon shumë ekip i mirë, edhe jemi kon shumë çika të mira, që atë kena bashkëpunu me zvete, kemi punu shumë, që më arrit sot ku janë. A mund të ketë xhelozia mes ndoshta mes vajzave ose a ke pa ndonjë rast që ajo ndodh shumë pak. Po. Për mendimin tim ndodh shumë pak sepse nëse veç don me bosja ajo, veç dosh me punu shumë, edhe arrit pa problem. Veç do të shumë punë me bu për me arrit që ato që ti po do me bu. Si duket ajo rutina jote ditore? Zakonisht una herët në ora 7, e pina i kohës e diçka, tani vazhdon dita kështu. Pra je personi mëngjesit kështu? Po, çdo ditë una në ora 7, 7:30, 8, Po. çdo ditë. Pastaj si vazhdon rutina? Po pastaj vazhdon shkojmë praktik, tani shkojmë punë, kthehena në shtëpi,
Dani herë kur kam pushim, shkojmë fitness, dalë me vrapu me motrën, se dhe motrën e kam sportiste, pak a shumë edhe e ma kuptën botën mu, edhe mirë. Pra edhe vikendi për ty nuk është një ditë pushime, ndoshta si që konsiderojmë një me najtë në shpe me pushu, mos me bu, ndoshta ndonjë një aktivitet, por edhe vikendi shfrytëzohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Po, mu për vetëm duket se nëse veç rri në shpe, lodha badjava, bile ma mirë dalë në natyrë ose diçka, e di që është i vetëm funksion edhe e bëj aktive. A të ka ndihmu natyra në këtë pjesë, ndoshta në vrapim edhe kemi ajër pastër? Kohën e fundit shumë, se pasi që nuk jam aktive në stërvitjet futbollit, po dalë vrapoj, më ndihmon shumë. E pastrojnë kokën në farë mënyre. Shumë. Me vërtet se kemi dhe ato, gjithmonë motra jam gjithë më ka thonë dush me pa gjelbërt për me shërua të sytë, edhe kështu, i ka do teoria konspirative, kështu që shnorë si të pa gjelbër, amo me të vërtet po. Edhe të qëtëson dyqysh, ajri pastër, gjelbrime. I kja ndoshta nga realiteti që e kemi ndoshta punën, e kemi një ditë shumë ngarkume tash, pero me punë, me shkollim, me gjithmonë është ajo që edhe sidomos në këtë moshë, pero nga mosha 18 vjeçare, vjen ai ndoshta ai fluksi sanëve që ti don me mri sa më shumë, edhe mund të edhe me ngarku vetën. Po, kur ti je shumë e ngarkume, gjithmonë kemi gjetë një kohë për aktivitetin. Nuk është atë njëherë me thënë, sot s'kom gjetë kohë, vetë qysha bën ti vetë vetit kohën edhe që ka dënë ti me bu. E unë gjithmonë ja gjej pjesën edhe sportit, edhe çdo sen e ka venin e vetë, më thënë urën e të saktume për me bu. Kaltrina, dishta më rikëthy vetëm edhe njëherë të kënga. A mundesh me na këndu ndoshta një pjesë të refrenit, për me një edhe na zonin tonë të prekullushëm këtë në studio? Patjetër që po, para se më fillu këngës, po du më i falenderu studion, Al Muzik, për realizimin e këngës, shqiprimin për lejimin e këngës, edhe Drilionin për orkestrimin e bukur që ka bo, po ashtu edhe Nuancën Film për realizimin e klipit. Kur ti e gatë, shumë mundesh me fillu? Mali për ty don me mbyte, mu kanë qëru dy syt, veç me t'pa e mira nan, sa her që s'jam kon me ty, jam pishmon pa shak ta sy, t'kisha mujt kohën me këthy, e di mojnan, gjithë m'pa të than, Zoti e merë kanë e dan, e di mojnan, gjithë pa të tregu, po s'kam dasht vetë me besu. Me të vërtet kjo pjesa e refrenit është goxha prekse, dhe për kuptoj këtë lidhjen emocionale që i kime këtë barë. Është shumë prekse, e nashta që kjo ka njëna për arsyeve që më ka lidhë shumë me këndu këngën. Me shprej mallin edhe ndjenjat që i kam për momen. Pikërisht sepse ndoshta nuk mujna me të vërtet me tregu mallin kështu me fjalë, por perceptimi edhe interpretimi i ndjenjës me vepra të artit si kjo, atëherë e bën të mundur në një farë mënyre. Është shumë ndryshe, unë për veti me fjallë kur nuk me shprej mallin edhe dashnin që kam për momen. Qysh edhe është dhe më fillim, nona është një njeri që kur nuk muna mi dal hakësh. Është e pamundër për sakrificat që ai ka bo për neve. Çfarë do t'i thoje nënës tënde sot? Mam, du shumë, edhe jetë mungu shumë. Kaltrina, faleminderit shumë që ishe sot në studio. Faleminderit e ty, Adeja, për ftesën. Edhe të mirë pres, kur ta publikojsh edhe këngën tënde të shkruar, po besoj të shkruar nga te, a? Shpresom që po. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Adeja, Adeja. Miru pafshim. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.